një bukuri natyrore që ja ka falur Zoti natyra, le të themi, gjithë shqiptarëve, shkatërrohet për të kthyer në rezorte praktikisht private që mund të shërbejnë dëshirave të disa turistëve të huaj, me një fjalë milioner, por sigurisht jo shqiptarë, pra u hiqen shqiptarët e tjerëve. Dhe në këtë kontekst, infrastruktura në vetvete hapet me këtë qëllim. Po përveç kësaj, ajo që ndodh është që edhe çmimi fillestar, si thua, i tenderit që i shkoi një kompanie angleze, hiqet dhe shumë fishohet për t'ia dhënë një kompanie turke, dhe këtu është thelbi i korrupsionit, si thua, pra. Që këta përveç se ndërmarrin kështu vepra infrastrukturore madhore në shërbim të oligarkisë ekonomike dhe tjetërsimit të natyrës, këta brenda aty kanë edhe qindra milionat që i futin në xhep, si thua, ose që i ndajnë me njëri tjetrin, me një fjalë. Dhe ky model është praktikisht modeli i ndërtuar sidomos në mandatet e Edi Ramës, me një fjalë.